të dy keni diçka të përbashkët. Keni bërë një këngë së fundi, domethënë nga një këngë secili për babain. Imi është më ndryshe, ime është dasëm. Po le ta thoj një herë Kenti atë të vetën, pastaj. Shiko, unë këngën për babain faktikisht tekstin e kam bërë vetë. Si titullohet? Kënga titullohet Ri dhe pak. Se më kujtohet një moment kur babi po lëngonte dhe më thot kam lënë këte dhe unë i them që po pse nxitohesh, pse nxitohesh, ke kohë. Nuk doje ta besoje që ai po ikte. E kuptoj. Edhe i them, e ri dhe pak, i them, pse nxiton, se kam mendjen tek ato. Edhe kështu doli kënga dhe ja tregoj një javë para se të ndronte jetë. A e dëgjoj? E dëgjoj këngën. Babai këngën? Edhe i them, të pëlqeu, s'du të ngjej më këngë tjetër, muzikë tjetër. Prandaj, domethënë nuk e pranoja dot, i thoja, po pse nxiton o babi, thoja, çfarë ke? Kemi kohë për ato. Do na luash pak të muzikën e këngës së dedikuar babit? I vetmi njeri që na shtin siklet është Klotila, s'kemi çfarë. A do rish dhe pak me mu, zemrën du me ta dorëzu. A do rish dhe pak të lutem, brenda shpirtit tënd të struke. A do rish dhe pak me mu, Arova. A do rish dhe pak të lutem, brenda shpirtit tënd të struke. Këngë pa parë, shumë e bukur. Shumë e bukur, shumë prekse, më mbushën syt me lot. Kështu e Kenti ka një gjë të them, sepse unë nga që e njoh shumë mirë, Kenti kur bën këngë, bën shumë rrallë. Pa që e bën, është i sigurt kur e nxjerr, kur e editon, domethënë është 100% këngë e bukur. Edhe nëse s'është perfeksioniste, patjetër që do jetë e bukur. Këtë se vjen dyshim.